Si fundi vitit është perioda më e bukur e vitit, normalisht. Bleremi bashkë, disa nga gëzimi, disa nga pamundësitë ndoshta që të detyrojnë edhe të konsumosh më shumë. Patjetër, kështu që të mbledhurit bashkë shoqërohet me një konsumim një gotë alkooli më tepër. Partit normalisht shtojnë përdorimin jo vetëm të alkoolit, por edhe të substancave stimuluese. Dhe pjesën më të madhe të rinjve nuk është vetëm alkooli që përdoret, por përdoren dhe substanca që mund të jetë kokaina, amfetamina, MDMA-ja, ekstazia, pra një farë mënyre për të shtuar një çika të euforinë, energjinë, për të ndjerë më të relaksuar, sepse jemi pushim, jemi fund viti, për të apritur vitin çik më ndryshe. Patjetër që kemi një rritje të përdorimit të alkoolit në festat e fund vitit, sidomos në 31, ku shikohet shumë në urgjencën jo vetëm në urgjencën e Tiranës, por edhe në QSUT, ku numri i pacientëve vetëm të intoksikuar nga alkooli mund t'i kaloj dhe 200 ose 300 veta. Në një natë? Në një natë, sepse fatkesisht me thënë pacientët ose individet nuk din ta konsumojnë alkoolin në mënyrë adekuate. Ne mblidhemi patjetër, por ka një mënyrë të konsumimit të alkoolit, një mënyrë sa më të shëndetshme që ti të mos kalosh në intoksikim. Gjë e parë që unë do shtoja si një këshill. Patjetër, jemi edhe për këshilla, përveç se evidentimin e problemit. Do t'ishte që të mos bëni miksim të alkooleve të ndryshme. Pra nëse ti e fillon me birë, për shembull, ta mbarosh me birë. Nëse fillon me verë, ta mbarosh me verë. Sepse në radhë të parë, kombinimi i alkooleve me një nivel etanolit të caktuar shton intoksikimin, pra shton përthithjen në traktin gastrointestinal dhe të alkoolit detyrimisht në gjak, duke rritur, dhe dyta mund të bëjë një helmim alimentar, sepse sulfitet e verës kombinojnë keq me birën ose me alkoole përqindrim më të lartë.